Arimi i badenterit është mekanizëm mbrojtës nga mbivotimi. Po që gjykatësit shqiptarë në gjykatën kushtetuese mbivotohen, sipas asaj që është. Se nuk është rregulluar, a është anomali e madhe e sistemit gjyqësor kjo? Po e përdofton që duhet rregullohet se po keq përdoret. Dhe pajtohem që duhet rregullohet. Më herët mendon që s'është keq përdorur? Nëse unë thash që fshirja e etnisë, ku ta merr drejtën nëse konkuron për një vend pune që mbas kushtetutës dhe ligjit tani më të njihet, ti tani nuk konkuron si shqiptar, vetëm si qytetar. Dhe në përfaqësimi i drejtë, gjua, kjo shkon drejt revidimit, marrëveshjes ofrit. Po e bëjmë në mënyrë të sofistikuar, duke i keq përdor organet shtetërore të cilat kanë kompetencë. Frima shkon drejt një drejtimi të supremacionit të maqedonëve si titullar të këtij shtetit, si pronar, dhe të tjerët qeter. Kurse marrëveshja e ohrit rregullon diçka tjetër dhe ne nuk e themi as për lav, as për pavarësisht që mburin në atë periudhë jashtëzakonisht shumë luftës vitit 2001, ka UÇK-ja, ajo ka qenë imponume si rezultat i këtij majorizimi. Dhe prandaj që situata në Maqedoni, jo vetëm nga fronti evropian, po edhe nga diplomatë të ndryshëm, po edhe nga shteti shqiptar, po edhe nga Kosova, shihet me shqetësim